Hoxh, kam probleme me familjen dhe rrethin tim. Me përqeshin e tallën me mua, shkaku që I kam disa tmeta fizike. Jam thot e lodhur për kësaj gjendje dhe më ka shku mendja dejtë më e keqja. Thot, çka më kishte këshillu dhe a kanë gjëna familja që po më bëjnë të ndihem shumë keq, vetëm Zoti e di se si jam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falendrojmë Allahun e madhruar, te bareke wa taala, bim salavat, I qem selam Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe të gjithë atyre besimtarëve dhe besimtareve të cilët kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën e tij burrit të madh derisa tek kësaj dite, dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj përqeshja e tjetrit është prej mëkateve të mëdha. Është prej harameve të mëdha, prej gjunaheve të mëdha. Dhe atë për disa arsye. E para, përëndon njeriu pa asnjë të drejtë. Përëndon, po e thumban njeriu me çfarë të drejtë. Me çfarë të drejtë e rëndon një njeri, me çfarë drejtë? Ku e morra të drejtë? Ku është shejtëria e tij, pjashkel shejtërinë e tij. Pjashkel shejtërinë e tij. Sikurse të harxhimi pasurisë atje, me çfarë të drejtë ti e harxhon pasurinë tënde? Me çfarë drejtë? Kush të dha atë drejtë? Ku është shejtëria e pasurisë time tek ti? A shef Islamin qyshe e ruan personalitetin e njeriut, pasurinë e tina, nderin e tina, gjakun e tina, krejt që ka të bëjmë me te. Pra, kur e fyn dikend, e nënçman dikend, e përmenit me diku e ke rëndu. Fakte që ke rëndu njeriun, pa të drejtë, sepse nga njëherë e meriton, për shembull bën një vepër të poshtër, thotë ti je njeri I poshtër. Ta them ndërsy. Unë të vlerësoj, mendimi jam, me sjelljet tua, ti je njeri I poshtër. Ai meritoj. E meritoj ai. Ose thotë njeri arrogant. Por pa të drejtë që shi thonë njeriu. Në këtë rast, nëse atë cek të metat e njeriu që ka falë Zotit, ti pra përëndove. Në anën tjetër, kur e rëndon dikend, ja cek të metat që I ka, të një mënyrë indirekte, e ke akuzu Allahun Azza wa Jall. I ke gjetë vrejtje Zotit. Kush e krije këtë? Allahu. Tash mënyrën direkte për fajsan Allahu. Ta vëllë që ka ba? Kjo është krijesë e Zotit. A më ndove se ka ikë Zotit, I ka shpëtu, jo s'ka mundësi me shpëtu. E atëherë pra. Pse ka falet e me ndonjë tmet, ai e din. Ma nuk e di. E jo një është me marë irnek I bret. Në zët, që krijon ti. Me dy krena, ka në këtë dënja, njerëz, tashme me kamera I shurufona për internet, në për YouTube tje, ku Allah e falë njeriu me dy krena. Ose, dy trupa të ngjitur kokë për kokë. Qka së falë madhës? A ti kofshë falë. Me të reguën njerëzve që a I krijen që ka të dënë. Jo këta. A I krijen që ka të dënë. Ajo është Zot. Andaj dohet me ju për ullë Zotit. Pastaj, kur e
thyen dikend, kur e përqesh dikend, për ndonjë me që ka, e ke shkel ajetin koranor. Ku i madhi Allah Azza wa Jalla thotë ja alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa yakunu khayran minhum. O ju njerëz, mos ta përqesh njëri tjetrin. Sepse ata mund të qenë më të mirë se sa jo. Dhe ka thënë Allahu la tanabazu bil alqab. Mos e thëmbani njëri tjetrin të thirr me novka me emra, për shembull, më bëni halal por o shordhan, o qar, o gjytërëm, o ti metmeta, o ti sakat, o ti shkurtat, o ti trashull, krejtu janë këta e të kuranua. Wala tanabazu bil alqab. Mos e thërën njerëz me kësa farëllaj lagabat që quhen këto. Manalt ke wala yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Mos e përqeshni, mos e tallni me njerëz. Ndoshta ata jenë më të mirë se sa jo. Dhe ajete tjera kuranore që flasin për këtë çështje. Dhe që mjaftojnë të qetësek. Mjaftojnë qetësek. Pra, Allahu i madhruar në mënyrë të prim për në ndalën që mos përqeshini me njerëz, mos talleni me ta. Kjo nga një ramë. Në anën tjetër, ti si robënishë e Zotit, vajzë, apo rob i Zotit djallë, në tani me rob të Zotit. Ajo Zotnia jo, ne jena rob tina krijesat, dhe me thonë krijesat tina. Dohet me pranu ata që ka që Zoti, ata që ka zgjidhur Zoti për ty. Dije që me e mira është që ajo, dhe në anën tjetër, mos të merr me ata që ka thënë njerëzit. Dhe bindu se ata vetëm që atë ngritin ty, nuk tullin, të ngritin. Të marrin gjunahet, vetë ngarkohet, të spastrohesh edhe ngritesh të Zoti. E Zoti më se dhasht me menu e keq, të shqetësike vetë, unë ka shku menje të me keqe, nuk bën me thonë shtu. Pasha Zoti nuk bën. Nuk bën. Por dhe ta nuk bën me të përqesh, nuk i ka hije një shoqërie islame, njerëzve që besojnë Zotin hak. Nuk i ka hije. Nuk i ka hije. Me qenë pjesë e etikës së tyre. Me përqesh askënd këtë dynja. E lëre mo ta afërmin apo familjar.